Po të shikosh lart në katedralen e Shën Petersburgut, vëren se diçka nuk shkon. Kupola është gjigande, pothuajse 100 metra e lartë, e mbuluar me pllaka bakri të praruara, pra që janë lyer me ar, që peshojnë, sipas të dhënave zyrtare, afërsisht 100 ton ar të pastër, të përdorur vetëm për prarimin. Pikërisht në majt të kupolës, një sferë metalike e përsosur dhe e shndritshme, e cila duket sikur është vendosur atje, pothuajse rastësisht. Megjithatë nuk është rasti, sepse ajo sferë është kudo në botë. Është në Rom, në Bazilikën e Shën Pjetrit. Është në Londër, në katedralen e Shën Palit. Është në Paris, tek Invalidët, që është hoteli i madh tash i Invalidët, apo Matan Oqeanit në Washington, në Kapitol, në Kapitol, dhe në shumë objekte të tjera.